Vazhdojmë të këtë. Sulë! Cilën e banën instruktorët e poligonit qytetarisë Katana ka të bëjë ushtrimi I parë me transportin e parave të gatshme për ndryshën shkurtesë të PG, I cili quhet njëherët edhe si kurs I specializuar, të cilin deri me tani e kanë ushtruar kompani të cilat nuk kanë qenë të trajnume apo të certifikume për ushtrimin e kësaj lamie, ndërsa tani e tutje ligji I sigurimit industrial I obligon të gjitha ekipet që ushtrojnë këtë detyrë që patjetër certifikohen dhe të licencohen pranë organit kompetent, këtë rast pranë Komisionit të Ministrisë Punëve të Brendshme. Ishte të baj me operatorët e mbrojtjes Stafërt, në shkurtesë OMA, tani dimi se gjitha nivellet shtetërore kanë operatorë mbrojtjes Stafërt, ndërsa sipas ligjit për sigurimin industrial, me dojmos duhen që të certifikohen, të trajnohen pranë kompanive të licencume dhe të certifikohen nga Komisioni Ministrisë Punëve të Brendshme. I tërë dokumentacioni që certifikatat që është kry trajnimi pranë Ministrisë dhe pranë Qendrës Trajnuese Katana, certifikatat përcjellës e dokumentacioni përcjellës nga organet kompetente, dorëzohen stacionin e policisë lokale ku ai qytetari ka vendbanimin dhe mirët pëlqimin e saj nuk e ka ndonjë vrejtje apo ka të kaluarën e pastër, ka asnjë vrejtje e merr pëlqimin për mu pajis për armë. Me atë pëlqim qytetari vjen këtu në shitore dhe e bën përzgjedhjen e armës zjarrit qoftë shkurt apo të gjatë pavarësisht për cilën kategori ai është trajnu. Pas përzgjedhjes të armës ai e merr dhe e bën pagesën e armës, bëhet raporti I shitblerjes mes poligonit qytetarisë Katana dhe qytetarit dhe atë raport shitblerjes me vendimet përkatëse të ballistikës që është kryer për armën zjarrit, qytetari e dorëzon në stacionin e policisë ku e ka marrë pëlqimin, se duhem përpara që trajnimi, varësisht prej kategorisë të armës që e bën, zgjat 14 orë, që do të thotë 2 ditë, pa ndërprej, po mund të jetë edhe varësisht prej kërkesave që edhe më rarë, më gjatë më bë, dhe pas kryerjes trajnimit, secili qytetar duhet të nënshtrohet provimit apo testit teorik dhe praktik pranë poligonit qytetarisë Katana. I tërë procesi nga aplikimit qytetarit e deri në fund nuk zgjat më tepër se 30 ditë. Disa prej armëve kemi ardhur nga Turqia, firmave të llojshme për shembull Armsan, Girsan dhe kemi ardhur nga Kroacia, HS të Kroacisë, që është një armë më e përsosme dhe më e popularizuar ta quaj ashtu, vitin e kaluar është informacioni dhe janë dëshmit që është përzgjedh mesin e 10 armëve më të mira në botë, prandaj njëherët edhe kjo lloj armës të Kroacisë mas tepër me qytetarët po furnizohen me këtë lloj. Kemi do të thotë këtë lloj të armëve të Kroacisë. Kjo është arma që quhet taktikal poligonale. Kjo është armë standard HS e Kroacisë dhe kjo është arma subkompakt e Kroacisë. Një sasi të armëve të gjuetisë, kjo pjesa këto që po shifet janë armë të gjuetisë të gjitha llojet që i kena edhe armën mërshqitje apo pompim, e kemi armën gjysmë automatike, edhe kjo janë prodhim turk, e kemi armën me 2 tyta çifte vertikale dhe e kemi armën me 2 tyta çifte horizontale, të gjitha janë prodhim turk, ndërsa ajo pjesa tjetër janë prodhim çek, çekis
cilat kanë arrit. Kemi përveç armë gjyhtisi, kemi do të thotë edhe flaberka, që quhen ashtu, të kalibrit LR 22 mm, 22 LR, dhe janë armë cilat janë shumë të kërkume nga qytetarët, edhe i kemi pistoletat tjera këtu që po shihet, janë pistoleta të prodhimit turk, dhe i kemi 2 në fund atje të kalibrit më të vogël të Austrisë me municion 22 LR.